Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar në Korçë është një nga institucionet më të rëndësishme për artin bizantin dhe post-bizantin në rajon, me një destinacion të rëndësishëm për studiuesit dhe dashamirësit të artit mesjetar. Po ashtu, ky muze mbetet një destinacion tërheqës për turizmin e kulturës, ndërsa në 4 muajt e parë të vitit ka pritur mbi 3900 vizitor. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Bledi Gonxhia u sot pamje nga muzeu, i cili e konsideroi një thesar unik, një nga koleksionet më të mëdha të ikonave në Ballkan, që prej vitit 1980, ky muze ruan një trashëgimi të vyer, duke reflektuar një pasuri të jashtëzakonshme kulturore. Këtu gjenden mbi 5000 objekte nga periudha mesjetare, përfshir ikona, dorëshkrime dhe artefakte të tjera që datojnë nga shekulli i 13 deri në shekullin e 19. Shumë ikona të krijuara nga mjeshtra të njohur si Onufri, Konstantin Shpatarku dhe Nikola janë shpirti i këtij muzeu dhe mbajnë brenda tyre shumë histori. Teknika e avancuar e përdorimit për krijimin e këtyre ikonave tregojnë aftësinë dhe kreativitetin e artistëve mesjetar shqiptar. Ky muze është një qendër e rëndësishme për restaurimin dhe ruajtjen e ikonave, duke siguruar që këto thesare të shmuara të mbetën të paprekura nga brezat e ardhshëm. Gjithashtu, në këto hapësira organizohen opozita speciale dhe evente kulturore, e cilat e kthejnë një platformë për artistët bashkëkohor, duke promovuar artin mesjetar në një kontekst modern si një pikë kyçe e turizmit kulturor. Ky muze në Korçë gjatë vitit 2023 u vizitua nga 30.000 njerëz.